Të nderuar teleshikues, erdhën në emisionin e radhës, si çdo të premte ora 20 në Fox News, Alo Policia, siguria në fokus. Sot tema është për trajtimin lidhur me atë për çfarë morën informacion qytetarët shqiptar për mashtrimet ndërmjet disa kompanive të call centra, të cilët mashtruan qytetarë të disa vendeve të Bashkimit Evropian, bashkëpunimi midis policisë, SPAK-ut dhe strukturave homologe, dhe kam nderin të kem sot në këtë panel Klodian Bilushin, mirëmbrëma, mirë se erdhët, shefi i hetimit në drejtorinë e krimit kibernetik, dhe ish prokurori Ervin Karanja, avokat ndërkohë, mirëmbrëma, mirë se erdhët në këtë. Faleminderit për ftesën. Sigurisht që para se të fillojmë dhe të kalim fjalën tek Klodiani, është një moment për ta vlerësuar dhe për ta falenderuar bashkëpunimin me drejtorinë e përgjithshme të policisë, me drejtor madhor Skënder Hita për vazhdimin e bashkëpunimit me programin Alo Policia, e cila është një zë dhe një dritare për të komunikuar midis policisë dhe qytetarëve shqiptar dhe me publikun. Emisioni ka disa tema të cilët janë trajtuar gjatë këtyre emisioneve, dhe temat e këtij bashkëpunimi do të jenë në të gjitha shqetësimet që lidhen me sistemet e sigurisë. Zoti Klodian, ka pasur një operacion për shkak të goditjes, janë bërë disa call centra në qytetin e Tiranës, madje janë disa raste, episode ku call centrat me një numër të konsiderueshëm operatorësh janë goditur si rrethoj hetimeve të gjata të marra në kuadrin e bashkëpunimit midis partnerëve ta ndërkombëtar, kryesisht nga Franca, Italia dhe vendet të cilët janë prekur, Austria, të cilët janë prekur nga këto mashtrime, dhe policisë shqiptare. Si funksionojnë, njerëzit duan të dinë si funksionojnë këto call centra, të cilët mashtrojnë dhe si arrin të mashtrojnë qytetarët e këtyre vendeve. Call centrat e jashtëligjshëm ka gjithë secili komponentët e tyre. Janë pronarët, fillimisht, që janë ata që investojnë për të krijuar aktivitetet e tilla, team liderët që vendosin ata, të cilët janë menaxher, po themi, që drejtojnë ditë për ditë punonjësit që janë aty, duke i orientuar për të lexuar skriptet që mund ta shpjegojmë pra të dhënat se si duhet i lexojnë dhe si duhet marrin operatorët. Këta janë edhe njerëzit që ndërhyjnë në një fazë kur viktima është i pabindur ose është në fazën finale për të finalizuar mashtrimin. Janë operatorët, ata që punojnë për ditë, që lexojnë të dhënat apo orientimet që i japin team liderët. Pra si ta telefonojnë, pra si ta themi, si ta orientojnë gjën për të kapur viktimën që të bëjë pagesat për ta mashtruar. Dhe në fund është stafi i IT-s, po themi, ata që formalizojnë strukturën e këtij call centeri, domenet, IP-t, e-mailet, VoIP-et, internetin dhe të gjitha. Pra është një strukturë që funksionon zinxhir, që nëse një hallkë e tyre nuk funksionon, prishet e gjithë struktura. Serverat e tyre janë në territorin shqiptar, si kanë rënë në gjurmët e tyre, çfarë teknologjie përdorin ata kryesisht për të realizuar, po themi, besueshmërinë ndaj personat të cilët bien viktime mashtrimit? Jo, serverat nuk janë në Shqipëri, serverat mund mbledhen në çdo vend të botës, nuk janë të lirshëm për t'i blerë, nuk janë në Shqipëri. Teknologjia që ata përdorin është avancuar, po jo, po themi, si ato që shohim nëpër filma. Është ndërthurur, si ta themi, teknologjia në vetvete dhe kombinimi i saj me manipulimin psikologjik të viktimës dhe disiplinën që ata krijojnë ke struktura brenda call centerit. Karanja, si përkthehet kjo strukturë si vepër penale, këto call centra, si i konsiderohen, si mund të quhen edhe mbledhen prova, sepse në moment që bën arrestimin dhe të shësh në gjykat, sigurisht do të mbledhësh prova. Këto janë vepra penale të vështira. Kanë vështirësinë e vetë, sepse viktima ndoret jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, sepse kryesisht viktimat, mund të kemi edhe viktima që të jemi të qartë për publikun, janë personat që të cilët i merren paramat
parat nëpërmjet mashtrimit. Pra i thuhet që do bëhet ky investim, i jepet numri i kartës, më pas kalojnë parat nga llogaria bankare, kalojnë në një vend që nuk kanë domethënë më akses mbi paratë e tyre dhe parat vjedhen, janë shumë të mëdha. Viktimat janë kryesisht të huaj, pra ata janë të huaj. Domethënë ke shumë pak shqiptarë që investojnë që japim kartën. Ka pas tendenca edhe në Shqipëri që vjen në telefon, vijnë mesazhe të ndryshme që do paguhet shpejt gjoba, na jepni kodin që ta paguajmë gjobën sa më shpejt gjëra saj natyre, po shqiptarë ka shumë pak, më shumë janë viktima tuaja. Dhe këto vepra kërkojnë bashkëpunim ndërkombëtar. Pra të autoriteteve ndjekjes penale shqiptare me autoritetet e huaja. Konstatohet që nga ana shqiptarëve, nga ana pala shqiptarëve, nga policia e shtetit dhe nga ana e prokurisë, pra organe ndjekjeve penale, se në këtë fazë ndjekja penale ushtrohet nga prokuria dhe policia gjyqësore, pra drejtorisë përgjithshme policisë çështje krimi kibernetik që foli dhe kolegu, është bërë një punë shumë e madhe. Jemi tregu korrekt, ne me ndërkombëtarët jemi tregu korrekt. Pra nga dhëna shumë të vogla, nga gjëra shumë të vogla, vetëm nga një IP kemi arritur të zbulojmë, të marrim vëzhgime, të zbulohet gjithë veprimtaria kriminale e ndodhur në mashtrimin e qytetarëve. Sepse nuk është vetëm pra ti nga IP-a del tek vendi ku ushtrohet aktiviteti, aty ka mjete tjera. Pra ti kur identifikon personat ka mjete tjera verifikimi, ka sekuestrimin e pajisjeve elektronike me vendim gjykate, sekuestrohen pajisje, sekuestrohen telefonat, del kontakti dhe del zbulohet veprimtaria. Po thash edhe në fillim, organet e ndjekjes penale dhe policia e shtetit ka qenë shumë korrekte me autoritetet e huaja. Konstatoj unë, do të thotë, është opinioni im personal, që autoritetet e huaja, kryesisht ndjekjes penale, policorët huaja, nuk janë kaq korrekte me shtetin tonë, me policinë tonë. Pra kur ne kërkojmë dhëna nga ana e tyre, ata ne nuk na japin. Ne domethënë është veprimtari e palishme, nuk e justifikojmë. Pra marrja e parave të shtetasve tuaj, qoftë shqiptar, qoftë tuaj është vjedhje. Pra është vjedhje. Është një shtetas i huaj, se u mashtrua ajo prap vjedhje është. Por dhe të huajt me ne duhet jenë me parimin e reciprocitetit. Pra kur ne i kërkojmë diçka dhe ata të na japin. Kemi shumë të korruptuar në Shqipëri, që nga dalë jashtë territorit të Republikës Shqipërisë që mund të kenë prona ne dhe aksesi është shumë i vogël. Pra kur kërkon policia shqiptare dhëna, ata nuk janë korrekt. Pra siç jemi ne korrekt me ata dhe ata duhet të jenë korrekt tek ne. E dyta, këto kanë kosto ekonomike. Pra për të çu grupin e vëzhgimit për me pyet njerëz, kanë kosto. Këta duhet ndihmon policia dhe me mjete financiare. Pra të bëra këtë shërbim duhet qoftë në ndihmë ekonomike, qoftë edhe në shpërblim. Pra ai punonjës policie që kanë në vëzhgim ditë natë aty që ka zbuluar veprimtarinë kriminale do një shpërblim. Dhe shpërblimit vjen nga autoritetet e huaja sepse atyre ju bën derin thojza. Pra ne jemi sklever që t'irrim pronto. Pra neve zbatojmë ligjin, është veprimtari e palishme, por edhe policia shqiptare duhet marrë dinjitetin e dur. Pra neve të bëjmë këtë punë, të lavdrohemi çik në thojza dhe edhe një shpërblim material pse jo. Pse është spakun loj dhe nuk është prokuroria e përgjithshme? Spakun loj, mendoj, është për shkak në 75A të kodit procedurës penale, që kanë proceduar me grup strukturuar kriminal. Domethënë, ashtu e ka çmuar për grup strukturuar kriminal, por unë për mendimin pra personal është që nuk jemi para grupeve strukturuar kriminale, jemi para veprave penale të mashtrimit. Pra kemi një mashtrim që quhet në gjuhën juridike quhet krim vazhdues. Pra vjet gjithmonë pak e nga pak. Siç ka qenë praktika e pashme kur vjedhse në dyqan pak e nga pak, pra e vjedhse thesin i grush sot i grush nesër derisa vjedhë gjithë thesi, kështu dhe punën e saj kemi para krimit vazhdues. Kush mund të konsiderohet strukturë kriminale? Për shembull, në këtë rast kur themi grup strukturë, janë dhe operatorët, përfshihen dhe ata? Mendoj që operatorët janë viktimat. Operatorët janë viktima. Pjesa më e madhe e tyre janë rekrutuar, nuk e din. Domethënë këto lloj, ke edhe ato, domethënë te grupi i madh i operatorëve, ke 3-4 bashkëpunëtor. Pra mund të kesh ata që bëjnë ato llokmat e mëdha, siç mund të themi, që bëjnë këto lëvizjet e mëdha, mashtrimet. Ke operatorë sepse veprimtaria, se këtu është vështirësia ti, Fatjon bëre mirë që ma bëre pyetjen. Veprimtaria e palishme justifikohet me veprimtari të ligjshme. Se merren gjithë ata, ke edhe që bëjnë blerje tamam. Pra ushtrojnë një farë aktiviteti, se është veprimtari e ligjshme. Ajo nuk është se është e palishme, por 3-4 i kanë kokrat e veta, ato që bëjnë këto mashtrime, se si kanë gjithë. Ke që janë me pagë, vazhdojnë pagën, pra në gjithë të grupë është, pra ne thëmë është punë e vështirë. Duhet gjithë kush persona, pikërisht janë ata që bashkëpunojnë me shefat e tyre dhe që bëjnë mashtrimin. Grupi strukturuar kriminal mbas në 28 të kodit penal
ka ato kriteret e veta, pra ka qëndrueshmërinë kryen e veprës penale, kemi ndarje e rolesh, vepër penale që plotson kriteret është mbi 4 vjet dhe kemi vazhdueshmëri. Dhe kemi edhe diçka tjetër që këta e kanë kthyer në mënyrë jetese veprimtarinë e paligjshme. Pra veprën penale e kanë në mënyrë jetese. Pra domethënë kur bëhet në mënyrë jetese, pra aty që këtu krijohet grupi strukturuar kriminal, janë të njëjtat persona, e njëjta. Por tani vështirësia tjetër ku është, në një të fundit, se të jap fjalën kolegu, vështirësia e fundit është se duhet lidhësh operatorin e mashtruar, personin që është viktimë të mashtruar, kush operator nga këta e ka mashtruar. Sepse s'mund të duhet gjetë telefonin personin nga është bërë biseda, ku ka qenë, çatuni ka qenë, sepse s'mund, domethënë shumë e vështirë të lidhësh personin që ka bërë mashtrimin, që ka bërë kallëzimin atje me personin fizikisht këtu. Kjo është një vështirësi dhe prandaj janë krime të vështira dhe them që policia ka bërë një detyrë të mirë, i ka dokumentuar, veprimtaria e paligjshme nuk justifikohet, qytetarët shqiptarë s'duhet mësohet që shkonin në call center se bëhesh i pasur, fitimi duhet jetë i lishëm. Pra duhet jetë një veprimtari e lishme se se para të lishme. Pavarësisht se është shteta si huaj, se më thotë sama se çfarë se pleq italianë, se kështu ndodhe, janë pleq italianë të bëdhe. Po dhe ata kanë drejtën e parë, kanë djersën e vetë, kanë punën e vetë, ato lekë ti majnë për vete, të mos mashtrohen. Pra një veprim mashtrim, qoftë shtetat shqiptare, qoftë i huaj nuk justifikohet nga pikpamja ligjore dhe morale. Që shpesh herë lajmi i parë vjen edhe nga njoftimi zyrtar i policisë shtetit, por edhe nga mediat të cilët i referohen sigurisht si burim zyrtar policisë shtetit. Dhe themi që si rrëdhojë e një bashkëpunimi ndërkombëtar midis policisë shqiptare, Europol, Eurojust etj. U arrit të bëhet kjo operacion. Tani përtej kësaj gjës të përgjithshme. Si vjen ky informacioni, nëse nuk përbën diçka të cilën mund mos e ndaj publikut, po si informohen nga faktorë, nga partnerët ndërkombëtar, si e merr informacionet nga partnerët ndërkombëtar vinë nëpërmjet rrugëve zyrtare që janë të rregulluara me ligj, nuk është se vinë kështu, si ta themi, me një telefon thjesht. Shkëmbimi i dhënave bëhet nëpërmjet kanaleve zyrtare që kanë shtetet shqiptar me shtetet e tjera. Po të marrim rastin e operacionit të fundit që u zhvillua për call centerat, informacioni që ka ardhur nga ndërkombëtarët ishte vetëm një IP që ishte e dyshuar dhe i gjithë hetimi deri në arrestimin e personave dhe gjetjen e provave digjitale që janë shumë të vështira për të dokumentuar e ka bërë policia shqiptare. Pra ata sjellin të dhënat dhe ne operojmë në shtetin tonë duke filluar me gjurmim, dokumentimin e provave dhe në fund arrim në finalizimin duke arrestuar persona dhe duke i dërguar me provat përkatëse në prokuroritë e rrethave gjyqësore apo në SPAK. Domethënë hetimi është bërë me këtë indicje të ardhur nga ndërkombëtarët, duke marrë këtë, po them, një IP të dyshuar dhe fillimi i hetimeve nga policia e shtetit apo? Sigurisht, hetimet fillojnë nga policia e shtetit shqiptar. I ka kapacitetet, ju thatë që në drejtorinë e përgjithshme të policisë jeni në nivel drejtorie për sa i përket krimit kibernetik dhe pastaj të ndarë në sektor në çdo drejtori qarku, besoj, Tirana dhe qytetet e tjera kryesore që kanë këtë lloj shtrirëre. Kapaciteti që ka niveli policisë shqiptare, deri ku shkon partneriteti me ndërkombëtarët në këto nivele, sepse sot krimi, ajo që çfarë po duket është kjo pjesë e grabitjes në vlera mbi 50 milion euro, pavarësisht se janë grabitur qytetarë tuaj apo jo, është një vepër penale e cila ndodh brenda territorit shqiptar. Por viktimat sigurisht janë jashtë territorit. Dhe çfarë formash përdor policia në mënyrën e zbulimit të, kur themi forma, do të thotë niveli dhe si kryet hetimi? Është e vërtet ajo që thatë më përparë, drejtoria e krimit kibernetik është në drejtoritë përgjithshme të policisë shtetit. Në Tiranë është sektori dhe në çdo qark, pra në çdo drejtori vendore, ka punonjës që janë të emëruar dhe janë strukturë e hetimit krimit kibernetik. Kapacitetet e policisë shqiptare janë rritur ndjeshëm, po themi sot, për të dokumentuar raste të veprave penale të tilla, pra që kanë të bëjnë me krimin kibernetik. Ka raste konkrete që janë goditur grupe që operojnë dhe
janë autor të veprave penale të tilla, janë sekuestruar pajisje, servera, pra kapacitetet janë në rritje dhe funksionale, nuk mund të themi që janë në ato më të avancuarat në botë, por praktikisht punën e tyre në kushtet që jemi ne sot e bëjnë. Si ndërtohet një marrëdhënie nga informacioni ndërkombëtar edhe deri tek procedimi penal në Shqipëri? Sepse vjen në një farë indicie dhe një informacioni, dhënat vinë nga strukturat homologe, nuk është vetëm rasti call center, por në përgjithësi për ngjarje ndryshme kriminale, të cilët lidhen me grupe të përbashkëta ose që janë ushtruar në aktivitetet tuaja. Pra nga indicia tek provat dhe deri tek procedimi. Informacion është një informacion me shkrim që vjen, formë zyrtare, ata paraqisen dhe provat se duhet i kuptosh, sepse është një fletë e bardhë A4 që thot IP-a, sepse këto i kuptojnë vetëm ekspertët. IP-a nga ka rezulton në Shqipëri. Mendoj që krimi kibernetik dhe detyria e përgjithshme ka bërë një punë të mirë. Nuk ka pasur dekonspirime, sepse ç'kuptojmë me dekonspirim? I thot burrit thuj, shiko, ka dalë IP-a, pastro zonën dhe jetë zero. Pra nga ana e policisë nuk ka pasur, sepse janë gjetur prova materiale. Pra nga një cop letër, sepse këto janë të ngjashme me informacione që të vjen nga shërbimi, edhe kur ka shërbimi sekret dhëna, se ti do t'i kthesh në provë, se kjo është aftësia e organit procedues, që nga informacionet ta kthejmë prova. Ka ardhur informacioni nga jashtë, është ngrit grupi hetimor, është caktuar i prokuror, janë deleguar detyra dhe ka filluar veprimtaria. Siç e thashë më parë, është një punë e vështirë. Të identifikohet zona ku ushtrohet aktiviteti, gjetje e prova, gjetje se mund futen e bashkëpunëtore se persona të tjerë që të ndiqet se ajo do ndiqet do punë. Duke kur identifikohet vendi i IP-s, nga IP-a del tek zona, aty te zona dokumentohen personat. Fakti që janë goditur dhe janë kapur tregon që s'ka pasur rrjedhje informacioni të shofgan e provës. Sepse është njoftuar një person që hik se hajde kjo është gjokoti, kuptimi që ne për mua si organ dietës penale ka rëndësi fakti, dokumentimi i faktit, mos zhdukja e provës. Pra prova është shumë e rëndësishme. Mos ne tek autorët, është kërkim, hiku nuk ka ku shko, bota sot është bërë shumë e vogël. Sot më shpejt kapin në Anglit si e në Shqipëri, se sa ti jesh në kërkim në Shqipëri. Pra po jesh në kërkim, je i djeg. Kuptimin, pra ndaj, nga jo copë e letës që vjen nga informacioni, dhe në gjerën e provë është një punë shumë e madhe. Dhe merren provat sipas kodit procedurës penale. Pyeten dëshmitar, bëhen vëzhgime, verifikohen personat ndryshëm, mund shikohet nga sistemi i tatimeve kush është i punësuar, sepse kush është i lishëm, kush është i palishëm, sepse në raste të tilla mund të kemi edhe punësime të palishme, pra janë që punojnë në të zezë. Por shqiptarët njohin mirë atë gjuhët e huaja, domethënë është aftësia e shqiptarëve që dinë shumë gjuhë të huaja, si duket nga që shqipja është gjuhë e vështirë, dhe për me kuptuar gjuhë të huaj, është më e lehtë italishtja ose anglishtja për të kuptuar. Domethënë shqipja është gjuhë e vështirë dhe nga këtu dilet e provat. Provat janë dëshmitarët, nga ata persona që pyeten janë kryesisht nuk është se janë njerëz traf me vaj dhe me uvë që është vështirë të thyen. Ata e tregojnë, kanë ndodhur kështu, janë të punësuar një pjesë. Dhe aty zbulohet aktiviteti, kush ishte shefi, Por është një punë shumë e madhe, pra nga relacioni, nga informacioni që vjen nga jashtë, dhe këtu. Ndërkohë, që i kthehen prapa saj, nuk është i njëjti seriozitet i organeve të huaja me ne. Pra, i njëjti seriozitet duhet ketë kur kemi një problem ne me një shtetas, por kur kemi me dokumentim janë shumë letër porosi që nisen nga autoritetet shqiptare dhe nuk dihen se në cilë sirtar këto letra flenë gjumë. Ose të mos them që mund t'i kenë hudhë në kosh fare që na kanë humbë, thënë nisën i dhe herë letër porosin. Në kohë që duhet parimi reciprocitetit. Ne, duke qenë se po synojmë në Evropë, jemi korrekt me organet e ndjekjes penale të shteteve të Evropës, sepse nga Belgjika, Italia e tjerë, por dhe ata duhet të njëjti parim reciprociteti me ne, sepse po bëhet punë, pra nga një dosje, nga një informacion, është bërë dosja, shkon dosja me mira faqe. Kush i bëri këto? Pra i bëri policia e shtetit, pra i mblodhi gjithë të prova. Nga një letër, solli prova se provat janë dokumentim. Madje, nga informacionet që kam, ka dhe vepra penale që ka ndodhur në Gjermani, që ka nisë procedimin në Gjermani, dhe provat që janë marrë këtu kanë shërbyer për procedimet penale në Gjermani. Sepse për shkak të elektronikës, këta mund të lidhen me një shtetas indian, mund të lidhen me një në Afrikë, në Madagaskar, mund të lidhen me një në Brazil. Pra, domethënë kështu dokumentohen. Dhe provat tu ne kemi kontribuar dhe te çështjet penale në Gjermani.
Pra kupton çfarë është, domethënë çfarë lidhe dhe nuk ka pasur nga dienia ime rrjedhje informacion lidhe me provat. E theksoj lidhe me provat. Është shumë e vështirë që të, domethënë, kjo është pjesa më e vështirë e procedimit. Pra s'kemi papërgjegjësinë nga ana oficerëve kur kanë shkuar oficerët në vendngjarje, kanë sekuestruar provat. Telefonat, çfarë është telefon, nuk është se e kanë edhe merë idha absolutisht, janë sekuestruar telefonat, janë gjetë serveret, janë gjetë gjithë dhe zbatimi i ligjit ka qenë korrekt. Shqipëria ka shërbyer si bazë më shumë operacionale për shkak të kosës më të lirë të fuqisë punëtore, për shkak të kosës së të bërjes së këtij biznesi të zi, por njëkohësisht edhe për shkak të aftësive që kanë shqiptarët si gjuhë folës, për shembull për gjuhën italiane, flitet në mënyrë masive në gjuhë fluide, flitet anglishtja, flitet frëngjishtja, pra fliten të gjitha ato të cilët përdorin pikërisht këtë formë që operatorët dhe baza e kostove të shërbimeve të jetë më e lirë për të kryer një aktivitet që ndodh në këto territore. Fillimisht joshja ka qenë ndaj qytetarëve në vlera 100, 200, 250 euro dhe pastaj mashtrimi ka ardhur në mënyrë graduale derisa ka shkuar në vlera të konsiderueshme duke i dëmtuar ato nga pikpamja financiare. Sigurisht që këtu lind pyetja përveç gjurmimit të IT-s, pra gjendet IT-ja dhe në vetë IT-s fillon ndërton një strategji për mënyrën për të vajtur tek burimi, qendra, vendi, kush është biznesi që e trajton, kush janë pronarët dhe të gjitha ata ku e shtrojnë aktivitetin. Pastaj e lehtë dhe sa e vështirë është për të gjurmuar vlerën monetare. Për shembull, flitet për një vlerë 50 milion euro. Do të thotë që kjo vlerë ka qenë e matur, të paktën parafërsisht për vlerën e dëmit shkaktuar. Dhe a është një gjendje të kemi gjurmim të financave? Dhe një diçka. Vlera 50 milion euro dhe gjithmonë janë vlera spekulative. Pse do të thoshni? Sepse çfarë ndodh, domethënë, nuk është se 50 milion euro mund të jenë marrë vetëm këtu. Mund të ketë një pjesë e dëmit, kur bëhet dëmi atje, bëhet edhe ja rrasin, më fal të evazion, ja rrasin gjithë këne në Shqipëri. Ai 50 milion euro mund të jetë bëu mashtrimi dhe se ne në njohat e vendeve që marrin pjesë ne jemi shumë pak. Pra, domethënë tek zonat e rrezikut. Në Shqipëri kanë shumë pak call centra, më shumë janë në Ukrainë, janë në vende të tjera. Kështu që neve kur bëhet dëmi, bëhet operacioni që dalin ata, thotë i ka gjithë Shqipëria. Mendoj që nuk janë gjithë kjo shumë në Shqipëri. Pra, mund të jetë shpërndar. Sepse të thash edhe në fillim, duhet lidh operatori që ka bërë mashtrimin me mashtrimin. Se këto pare nuk është se vinë direkt në Shqipëri, vinë nëpërmjet bankave treta. Pra u mashtru janë banka në Azi, që s'kan asnjë lloj lidhje. Nga Azia vinë në Shqipëri, një pjesë, po pjesa tjetër shpërndahet. Pra ne, edhe si te trafiku i drogës që na nxjerrin në vend parë që nuk është e vërtet, edhe këtu ne kemi pjesën tonë, por s'kemi aq sa bër shumë. Pra duhet të thjeshtuj çik. Duhet të jemi të saktë, të marrim të pjesë të mashtrimit që na takon. Kemi mashtruar, kemi call center, madje i kemi dokumentuar vetë. Ne këto i dokumentojmë vetë. Fati që i dokumentojmë vetë tregon që ne jemi transparent për të marrim atë. Nuk është aq shumë, është më e vogël, mendoj. Atëherë pavarësisht nga shuma, se po të hysh disa statistikave që sot janë lidhur me mashtrimet që ndodhen në shumë call center në glob, pak në thuhet që shuma e grabitur në çdo 1 minutë grabiten rreth 800 euro. Pra, flitet për shumë të mëdha, të cilët në kontinent apo në vende tjera janë forma për të mashtruar. E kisha përsëri tek ajo si gjurmohet ana financiare, paraja dhe a është e gjurmueshme ajo që ne themi shpeshherë kaloi në kriptomonedha. Shiko, se si gjurmohet fiks nuk mund ta themi për shkak të kompleksit edhe të hetimeve që kemi ende, por di të them që realizohet në mënyrë të kryqëzuar të burimeve të ndryshme, po themi burimeve financiare, platformave digjitale, kompanive telefonike, bankave dhe sigurisht rrjedheve që operojnë me kriptomoneda. Është e vërtet fakti që fillimisht duhet të lidhësh viktimen me operatorin që po themi e ka mashtruar, pasi ata përdorin emra jo real. Mund gjej një emër çfarëdo që prezantohen si të tillë, pra edhe në rastin, po flasim nga ana e dokumentimit ligjor. Edhe në rastin që ti e di viktimën, mund të kesh kapur call centerin, duhet të veprosh në një mënyrë hetimore tjetër, pra duhet të gjesh kush nga këta persona që janë në call center është autori i vërtet i veprës penale që ka mashtruar X person, po themi në Gjermani apo në një shtet tjetër të botës. Pra është pak komplekse si procedurë.
Kjo është vërtet sepse përveç emrave që ato kanë përdorur, siç ishte rasti i ekspozimit nga një emision investigativ italian. Jo, të gjithë ato emra përdorin, nuk përdorin emrat e tyre, as nuk diskutohet fare. Të gjithë kanë emra jo real. Për shembull, operatori që mund të jetë shqiptar dhe që ditë flasi gjermanisht përdor një emër Klaus ose një emër tjetër gjerman, po themi. Po kalojmë një spot publicitar dhe kthehemi pas pak në pjesën e dytë të emisionit. Mos u largoni në Fax News. Ja ku u kthyem në pjesën e dytë të emisionit Alo Policia, siguria në fokus. Po trajtojmë një problem lidhur me informacionet, jo vetëm çfarë ndodhi me call centrat e paligjshëm, veprimet e policisë, hetimin ndaj tyre, arrestimi i grupeve, krijimi i çështjes penale ndaj tyre, por edhe për shqetësimet që kanë pasur qytetarët shqiptarë lidhur me disa mesazhe që kanë ardhur si nëpërmjet postës elektronike, si nëpërmjet faqeve të ndryshme online, dhe ky shqetësim sigurisht që ka pasur dhe një reagim nga vetë Policia e Shtetit për të dhënë këshilla në mbrojtje të identitetit, por edhe të dhënave të tyre sensitive personale. Kthehemi tek ju përsëri për një pyetje me interes. Këto sistemet VoIP, çfarë janë? Sistemet VoIP janë telefona nëpërmjet internetit, VoIP quhen, të cilat, si ta themi, fshehin origjinën e vendit nga ti ku po telefonon dhe ndryshojnë numrin. Është një nga mjetet që përdorin call centerat për kryen e veprimtarisë tyre. Ka dhe mjete tjera. Është SRM-ja, që është një sistem, po themi, që menaxhojnë viktimat, pra gjitha dhënat e viktimës, çfarë kanë folur më përpara, çfarë premton, çfarë i kanë lënë për të bërë. Kemi platformat fake të investimit, këto faqet online që shikohen si bursa të rregullta që i ndërton vetë personi që ka ngritur strukturën e një call centeri. Kemi emailët, pastaj domenet apo identitetet e rreme që përdorin punojësin. Nëpërmjet të gjithë këtyre komponentëve që ata kanë edhe marrjen e të dhënave që operojnë. Po themi lista të blera telefonash apo të rrjedhura që janë data leaks që quhen, që rrjedhin në internet, pra janë të hakuara nga një vend i botës dhe rrjedhin lirshëm në internet ose blen kundrejt shifrave monetare. Reklamat mashtruese online janë një opsion për të marrë të dhënat të cilat shiten në call centera, phishing, emailet, mesazhet, apo siç keni vënë re dhe mesazhet e fundit që kanë ardhur në Shqipëri që thotë plotsoni këtë formular për të paguar gjobën tuaj ose gjoba juaj do rritet, që i sollen nga ana e policisë rrugore, apo emaile nga posta shqiptare, dhe kjo është një mënyrë për të marrë të dhëna, jo vetëm për call center, por për gjithë tregun e zi që operon, që quhet dark web. Pastaj janë kërkesat që bëjnë gjatë telefonatës, që bëjnë operatorët ndërmjet klientët për kartat, për numrin e kartës të kreditit e tjera. Është folur shpesh, është edhe në mediave është dhënë me pamje, ku në qendër Tiranës, përballë postës shqiptare, shiten numra telefoni, të cilët janë të përregjistruar. Dhe këto numra telefoni që merren përdoren për të fshehur identitetin e tyre, sepse nuk ka një numër me cilën ti mund bësh hetim ose mund shkosh tek pronari poseduesi i numrit telefonit, dhe nëpërmjet këtyre numrave ata mund të futen nëpërmjet platformave apo aplikacioneve të cilët mund të përdoren për të krijuar presion, mashtrim ose për të krijuar, po themi, këtu nuk janë vetëm numra shqiptarë, të cilët po të shkojnë, mund edhe të rikarikojnë, pra mund të shkojnë dhe ngarkojnë numër me 10.000 lekë, 20.000 lekë, pra numra që nuk është se nuk ekzistojnë të operatorëve. Po nuk është e njëjta gjë me atë që thash, pra VoIP është diçka tjetër, nuk është kartë fizike si ato që po thoni, është sistem i ngritur nëpërmjet, pra komunikimi është nëpërmjet internetit, prandaj quhet VoIP. Jo, kjo dakord, thash, edhe ky është një rrezik apo dhe sa është ky rrezik? Nuk besoj se është rrezik në lidhje me temën që po flasim, sepse aty numrat janë të identifikueshëm gjithsesi. Nëse blen një kartë, po themi, që është kartë fizike, ai numri është i identifikueshëm, është shqiptar. Pra VoIP-i është komplet një sistem tjetër.
VoIP s'ka lidhje me Shqipërinë. Nuk ka lidhje fare, gjeneron numra her pas here të shteteve të ndryshme, nuk ka lidhje fare me kartën. Prandaj edhe hetimi është shumë kompleks në lidhje me këto vepra penale, se e tham që parë që hetimi nisi nga një IP, po ajo IP-a që vjen është, domethënë ai është çelësi i suksesit që ne kemi arritur deri në fund të operacionit, sepse IP-a mund të jetë share, mund ta përdorin 100 veta, pra nuk është një IP e dedikuar që thonë e përdor vetëm ky klient. Është një IP që mund ta përdorin 50 klient. Kemi bërë një punë të madhe me atë IP për ta gjetur se realisht kujt i përket, dhe në përfundim duhet të theksoj që në operacionin e fundit që u bë për call centerat është dokumentuar me prova dhe ligjërisht e gjithë struktura që funksiononte në call center, pra operator i cili kishte mashtruar klientin që kishte bërë kallëzimin në Gjermani, pra janë lidhur provat. Team liderat që ishin, pra gjithçka në atë strukturë është e dokumentuar. Po, poseduesit e pronës që japin ambientet me qira, ka një lloj penaliteti në lloj përgjegjësie? Për shembull, ai lidhet një kontratë, është normale, se ai ka pronë dhe japi me kontratë për ta vënë në përdorim. Po ne po flasim për pronat të cilët kanë sipërfaqe të mëdha, dhe ato janë në zemër të qytetit Tiranës, ku janë 2-3-4 dhëna në përdorim. Këtu është vështirësia tjetër e provueshmërisë. Pra ne duhet provojmë djenin. Për shembull, ka ndodhur edhe me këto banesat me qira, që jepen me qira brenda ditës, me qira ditore, BNB, domethënë që janë ato, edhe këto s'mund të penalizojmë atë që jep. Sepse e jep me qira, dhe në moment që ti e jep me qira, posedimi i sendit i kalon atij që të ka dhënë sepse ti zojërish me pishtar në dorë se çfarë bën tjetri në shtëpi, ose çfarë bën. Ai thotë bëj një aktivitet ligjshëm, jam i regjistruar, punëtorët janë me kontratë, që është detyrë e policisë dhe e prokurisë, organeve ndjekjes penale të provojnë ndjenin. Që ky e ka dhënë pikërisht për këtë punë, por po provu lidhje, del bashkëpunim pastaj, se ky tjetë në bashkëpunim me këta. Dhe mendimi im është parimi i përgjithshëm është që ai që ka dhënë nuk ka djeni, pra nuk ka faj. Sepse s'ka faj, unë e kam thonë me qira, ose ndodhi vepra në shtëpi, nuk kam dije, po ta disha, nuk do ta lëshosha. Sepse dhe ato që kanë qenë qendër Tiranës, nuk është se kanë qenë palishëm, merrshin rrobat çoshin aty. Absolutisht jo. Kanë pas kontrata pune, kanë qenë të regjistruar, kanë qenë sakt. Por një pjesë e tyre, pra domethënë, se s'është siç fitet është e palishme fare, dihet mes Tiranës. Po është si shkosh te një fabrikë, dihet që fabrika ashtu. Por kjo nuk është. Ajo duhet parë kush pjesë merret me veprimtari të palishme, se 3-4 kokra, 5 janë aty, se janë gjithë ata. Pra edhe tek ta call centeret, edhe ndjenin time që kam pas një rast, nuk është se janë gjithë. Ata që janë verifikuar, thotë ti je në rregull, sepse shifet i ke pjesë me mashtrimin apo jo. Aq më tepër pronari i banesës ose i lokalit me qira. Duhet parë, është më shumë se sa, është për pastrim parë, është për shkak që unë vej banesën dhe ju më jepni parë nga fitimi, kuptimi, po nuk ma do mendja që të ketë lidhje. Ai që ka një pronë mes Tiranës nuk riskon bëj një veprimtari të palishme. Flas me logjik. Pra unë kam marr parë që prapë me qira aty e kam. S'kam të rrezikoj me këtë. Kështu që mendoj që pronarët po ta kenë djeni, fillohet e moskallëzimi i krimit, që ti ke djeni për i krim dhe boj vesh shullit syqor se po mor parë. Por kjo është e vështirë se duhet provohet. Siç duhet provohet që çdo operator ka mashtruar filan qytetar jashtë territorit të Republikës Shqipërisë, të provohet që dhe qytetari shqiptar nuk ka djeni ose ka djeni. Nëse provohet djenia, për shembull që gjen kontakti telefonit, keni punues, ke djeni. Për shembull, ke një net veçantë për shembull, po të kesh parasysh dhënë lokaleve për prostitucion. Ti kur e jep lokalet ke përgjegjësi se s'mund të lësh veprimtari, është vepër penale e posaçme. Por duhet provohet djenia. Edhe këtu duhet provohet djenia. Je bashkëpunëtor apo je para kushteve të moskallëzimit të krimit. Domethënë se ti s'mund të marrësh ti thonë unë mbrevel çoj me qirat bën çadën. Jo, nëse ti merr vesh që aty ka një krim, duhet ndërpresësh kontratën, duhet shkosh te organet e ndjekjes penale, të bësh një kallëzim, ti vesh në ndjeni që në pronën time kanë edhe ky veprimtari e palishme. Mos i lesh ti të shkoj të avancoj puna deri aty. Por në kuadër kësaj heton dhe edhe pronarët, domethënë ka djeni, s'ka djeni. Që krimi kibernetik është kthyer një lloj shqetësimi për qytetarët, pavarësisht se sot janë grabitur qytetarët europianë, po edhe qytetarët shqiptarë janë të dëmtuar ose mund të jenë të dëmtuar. Po, është për shkak të sulmeve kibernetike dhe një pjesë që u ekspozuan në të kohë dhëna personale, të cilët u ekspozuan edhe në platformën Telegram. Ligjet lidhur me krimin kibernetik janë të plota, ka nevojë
për të përmirësuar, apo Shqipëria ka plot kuadrin ligjor lidhur me krimin kibernetik? Mendoj se masat e dënimit që parashikohen kodin penal 143 B-ja, pra është mashtrimi krim kompjuterik, për ka paragrafi parë, paragrafi 2 në bashkëpunim ka masë dënimit mjaftueshëm. Aq më tepër që vepra penale është e kryer në kuadër të grupit strukturuar kriminal, ka dënim të mëdha. Pra dënimi penal është i mjaftueshëm. I gjithë diskutimi është te siguria. Pra domethënë ta marrim të veçuar. Pra domethënë dënimi penal është tjetër, siguria parandalimi është tjetër. Neve duhet të përqendrohemi te parandalimi. Dhe emisioni shumë mirë që paralajmërojmë qytetarët, kujdes nga mesazhet që vit marrin numrin e kartave, se gjithçka këtu luhet, marrin numrin e kartave, krijon akses në llogari dhe të ikin parë, të zerrohen parë. Kjo është do të ofrojmë këtë shërbime, do të ofroj këtë, do të bëj këtë, ose në ndërhyrje shëndetësore duhet të jemi kujdes nga, madje edhe bankat vetë kanë vënë një kufizim tash. Edhe banka thotë deri në këtë shumë, nëse shef që është mashtrim, bllokohet, domethënë nuk mund të bësh një shumë të caktuar. Pra shuma ditore që mund të bëhet transaksionesh, kurse mashtrimi pse është këtu tani? Se ai thotë, kam kap një ofertë mirë thotë ai. Dhe kam ofertën, kështu që ma hiq kufizimin që ta blej edhe aty, prandaj dhe sensibilizimi i qytetarëve, qoftë me mesazhet. Policia e shtetit nuk ka nevojë të çojë mesazhe pagu gjobën, ka mjete tjera. S'ka pse të çojë mesazh në telefon. Ose posta, hajde se të ka ardhur një dërgesë postare dhe të çojnë në numër në ato, janë thjesht për vjedhjen e dhënave personale. Më përpara ka qenë marrja e numrit kartave, klononin kartat kur shkonte tek bankomati që të rriqeshin parat, vjen një aparatur me merreshin dhënat. Ka qenë grupe nga Rumania, mos gaboj, ka qenë edhe një shtet dhe disa shtetas, po u kapën, u proceduan se u kapën flagrancë në moment që shkonin te bankomati, tash kanë ndryshuar, sepse edhe shkenca elektronika ecën, do vi një kohë që nuk ka nevojë as për GSM, as për kartë, do të thonë as për kartë SIM, nuk do ketë më nevojë, sepse lidhja elektronike tash sot kemi SIM që e përdorim gjithë, s'kemi nevojë për kartë fizike. S'ke nevojë për kartë telefon. Ky shqetësim që erdhi qytetarëve italian do të thonë. Mua kanë shkruar shumë në inbox lidhur me këto mesazhe që vinin për gjobat, paguani gjobat, ka ardhur posta. Ka një identifikim policia nga vin brenda territorit, jashtë territorit? Shiko, qytetarët në radhë parë duhet të kenë kujdes sepse asnjë institucion shtetëror apo kompani private apo bank e çfarë do lloj niveli qoftë nuk të kërkon të dhënat e kartës bankare apo të kryesh pagesa urgjente, siç kërkohet edhe në mesazhet që vijnë. Çfarë them, asnjë kompani nuk mund të ofrojë përfitime të shpejta, të sigurta, siç ndodh në rastet në fjalë. Pra, këto janë skema të ditura mashtrimi që ushtrojnë kompanitë, por kemi hetime aktive për këto. Rasti i mëparshëm ka qenë rasti ku janë arrestuar 2 shtetas kinez, nëse ju kujtohet, për cilën është parandaluar një vepër shumë e rëndë penale ku mund të merreshin shumë dhëna nga qytetarët shqiptar, po për një punë të mirë të kryer nga drejtoria e krimit kibernetik u parandalua dhe janë arrestuar autorët e kësaj vepre penale. Operonin në Shqipëri, por me sisteme dhe me servera jashtë Shqipërisë, jo këtu kene. Çfarë duhet të kenë këshill nga ju si një drejtues i një institucioni shumë të rëndësishëm për parandalimin radh parë, por dhe sigurisht edhe për hetimin, qytetarët shqiptarë çfarë duhet të dinë që të mos veprojnë në telefonave apo formave të tjera të komunikimit? E thash edhe një, premtime, përfitime të sigurta dhe të shpejta nuk funksionon, nuk janë reale. Telefonata apo mesazhet papritura nga kompani që ti nuk i ke kërkuar ndonjëherë apo nuk ke ndonjë marrëdhënie me to. Për shembull nga posta shqiptare, po them, kanë ardhur mesazhe, po unë nuk është se prisja ndonjë pakon nga posta shqiptare që të isha kurioz shikoja ku është pako ime, po ka pas qytetarë që edhe se s'kan pas pako, kanë hyrë dhe i kanë plotësuar dhënat. Pra është dhe një gabim i qytetarëve që bëhet. Kërkesa për të dhënat personale të kartës bankare nuk ka, e thash edhe një herë, kompani, organ ligjzbatues, institucion shtetëror që t'i kërkon. Nuk t'i kërkon askush, madje edhe banka vet, her pas here nis mesazhe, nëse i keni vënë re që të dhënat e kartës ne nuk i kërkojmë kurrë. Ose qytetarët që janë të apasionuar pas
fitimeve online apo ku dëgjuan çfarë organizojnë, duhet të kenë kujdes pasi presionet për të vepruar menjëherë, pra vepron sot që të lidhësh këtë marrëdhënie me ne ose nuk do bëhet më, këto janë mashtrime. Pastaj janë dhe platformat apo faqe në internet që duhet të kesh pak njohuri që ti dallosh nëse janë zyrtare apo jo, apo profesionale, por siç e thash, institucionet shtetërore dhe kompanitë pasnjëherë nuk të kërkojnë të dhëna të tilla. Qytetarët shqiptarë në rastet e konstatimit të këtyre indicjeve që unë sapo thash, duhet të jenë shumë të shpejtë, pra sepse është një moment kritik, dhe të bëjnë denocimet e tyre, pasi kjo edhe e parandalon rrit mundësinë e parandalimit për mashtrimin që është duke u kryer, kufizon dëmin dhe sigurisht ndihmon edhe institucionet ligjzbatuese për dokumentimin e veprimtarisë kriminale. Kur qytetarët ndryshëm hyjnë në aeroporte apo në ambiente publike, duke pasur dëshirën që të mos harxojnë para nga karta e tyre, se mund të jenë ndoshta edhe me karta tuaja, dhe her pas here hyjnë në Wi-Fi. Po. Sa rrezik ka që të hysh në një IP publike? Për rrezikun që mund të hyet apo mund të depërtohet? Asnjë rrezik në vende siç janë në aeroportet. Aeroporti nuk mund të bëjë një IP publike për të marrë. Në vende tjera jashtë aeroportit? Jashtë aeroportit varet. Teknikisht ekziston mundësia që nëse hyn në një IP që dënat tuaja të depërtohet për të marrë dhëna që ke? Si në IP, të hysh në një wireless për të marrë dhëna? Jo, teknikisht, po themi në wireless jo. Pastaj në qoftë se ti do me thënë, ka mundësira për t'i marrë të dhëna, sa dur. Mund t'jetë edhe një barkod që mund t'a kenë vendosur, ka ndodhur në botë që e kanë vendosur në përpem, po themi, njerëzit i kanë skanuar ju janë marrë dhëna, po nga IP publike të vendosura në aeroporte apo në lokale. Ose jo. Edhe në lokale jo. Jo, në asnjë mënyrë. Se shpesh shkon sa e ke kodin, futen te kodin dhe ajo i përdor fjalë kalimi për të përdorur internetit. Pra pronari i një lokali nuk ka akses të hyjë dhe të shikojë çfarë bëhet tek IP-ja që i ofron shërbimin e internetit lokal. Pas një kërkese dhe një arritje, nuk e di deri në çfarë niveli arritëm, por kryeministri i vendit premtoi që do të bënte një komunikim me platformën TikTok, sepse shpeshherë platforma TikTok përveç anëve pozitive dhe një pjesë e madhe e njerëzve kalojnë kohën me to, arritën një marrëveshje ndoshta me TikTokun për të krijuar një lloj mbrojtje. Në veçantë frika është tek fëmijët, të cilët janë në moshën e lejuar për të lundruar në internet. A është e njëjta gjë edhe për Telegramin? Ka marrëveshje të tilla, po shkohet drejt një marrëveshje, sepse shpeshherë Telegrami po përdoret nga grupet kriminale dhe po përdoret edhe për forma të tjera, siç janë rastet e hakerave iranianë që e përdoren atë si një mjet komunikim për të publikuar dhëna. Kemi marrëveshje me shumë platforma sociale, pra Meta që përfshin WhatsApp, Facebook, Instagram dhe shërbimet e tjera. Kemi Google-in, sigurisht me TikTokun kemi një marrëveshje dhe tregojnë shumë korrekt në raste që ne kërkojmë të dhëna, sigurisht sipas ligjeve në fuqi që ekzistojnë. Me Telegramin është pak e vështirë identifikimi, për shkak edhe të kompleksitetit të strukturës që ata e kanë ndërtuar platformën e tyre. Çfarë platformash janë? Platforma të ndryshme, pra platforma bëhet fjalë për atë gjën që ajo ka mbrapa, pra kodin që ai shfrytëzon për të ndërtuar platformën. Pra shumë platforma janë end-to-end encryption, pra nuk i ruajnë të dhënat. Po, e nisëm emisionin me një bashkëpunim. Me një bashkëpunim midis strukturave të policisë shqiptare dhe strukturave të vendeve homologe. Në kuadrin e këtij bashkëpunimi dhe bashkëveprimi, ka pasur dhe raste të personave të cilët janë në kërkim, rasti Mata, mos gaboj, dhe arrestimi i tij dhe ekstradimi i tij drejt territorit shqiptar. Sa funksionojnë këto marrëveshje dhe a ka vende të cilët kemi vështirësi që t'i zbatojmë këto marrëveshje të jo vetëm thjesht të informacionit, por edhe të ekstradimit. Ekstradimi është një institut që parashikohet në kodin penal dhe kodin e procedurës penale. Dhe kuptojmë që
një person që ka kryer një vepër penale në territorin e Republikës së Shqipërisë ndodhet në një vend të huaj të vi që të vuaj dënimin ose të zbatohet një masë sigurimi në territorin e Republikës së Shqipërisë. Mund të jetë shteti shqiptar ose i huaj. Rregulli i parë është që duhet të ketë një marrëveshje ndërkombëtare. Pra të ketë shteti ku është personi dhe shteti jon të ketë një marrëveshje ndërkombëtare. Pra të shkuptojnë një marrëveshje. Kemi një marrëveshje dypalçe, siç e kemi me Italinë ose me vendet e tjera me Greqinë, që ndodhet kapet personi, plotëson kriteret e vendit, kushtet dhe kriteret dhe vjen në Shqipëri. Te rasti Mata, konstatohet që me Brazilin nuk kemi marrëveshje ndërkombëtare, ekstradimi. Pra, nëse i plotëson kushtet për që atje s'ke marrëveshje, nuk mund të vi. Por janë dy konventa ndërkombëtare të nënshkruara nga Brazili, është konventa e Vienës dhe konventa e Palermos, që bëhet fjalë për drogat e rënda, pra që bën pjesë për parandalimin e trafikut të drogave të rënda, dhe konventa tjetër po në lidhje me krimin e organizuar dhe me pastrimin e parave. Në kuadër të kësaj konvente mund të shikohet mundësia, por ka dhe diçka tjetër, ekstradimi duhet marrë me ligjin e Brazilit, që kemi parë, që kemi dhe është diskutu gjërë në media, duhet tjetë pëlqimi personit, që do apo jo të vish, dhe do kaloj gjithë filtrat gjyqësor të organeve ligjzbatuese ose të sistemit gjyqësor në Brazil. Që kupton, do dalin gjykat shkallës parë, do shkojnë apel, do shkojnë gjykat lartë, dhe në fund fare është presidenti i Republikës së Brazilit, i cili e firmos nëse do lëviz apo jo, ky person jashtë territorit të Republikës së Brazilit. Siç e dim, Brazili është pjesë e BRICS-it, pra është një organizim ekonomik tashmë që janë 5 vendet që cilët dihen, por ai e kanë kompetencë, sjell, nuk e sjell. Por ky është hapi i parë. Pra nuk është si me Evropën që është ndryshe, kemi një marrëveshje plotësore unitet, aty ka vështirësi më shumë se sa me vendet të cilët kanë marrëveshje. Tani jemi në pritje të vendimeve të organeve ligjzbatuese braziliane. Klodian, më pyesin qytetarët cilët e kanë ndjekur dhe po e ndjekin emisionin, a do të vazhdojë goditja ndaj këtyre call centrave të palishëm, sepse duhet ta ndajmë call centrat e ligjshëm dhe call centrat e palishëm? Po, policia e shtetit është më e vendosur se kur për të luftuar aktivitetin e paligjshëm të call centrave mashtrues, në çdo rast i cili do të ndiqet pa kompromis, ka hetime aktive dhe po do të ketë edhe veprime konkrete në teren. Po për shkak të, siç e thash, të hetimeve aktive që kemi, detajet tjera nuk mund të bëjmë publike. Sepse duket sikur s'kan të mbaruar. Goditje një grupi, goditje një strukture, duket sikur kemi shumë. Për publikun një sqarim që nuk duhet ngatrojmë aktivitetin e ligjshëm të call centrave, që është një vend punësimi. Janë 28.000 qytetarë shqiptarë, të rinj dhe të reja që punojnë në këto call centra, të cilët kanë vite që operojnë në territorin shqiptar. Dhe kjo është një anë pozitive që ndihmon jo vetëm punësimin, po dhe ekonominë familjare të tyre. Por të ndash call centrin legal nga një call center ilegal, i cili është vepër penale, është grupe strukturuara, veprime të cilët godasin ekonominë e vendeve të tjera, por edhe sigurisht ekonominë shqiptare. Siç e thash, do të ketë veprime konkrete në terren për veprimtarinë e jashtëligjshme të call centrave, por për shkak të hetimeve edhe ato duan kohën e tyre për të dokumentuar veprimtarinë e tyre kriminale. Në fillim të emisionit ne e ngritëm këtë si një shqetësim publik, por edhe duke vajtur më shumë tek interesi i qytetarit, tek ajo çfarë ata mund të goditen në ekonominë e tyre, mund të goditen në dhënat e tyre personale. Sot po investohet shumë, sidomos në drejtim të sistemeve të kontrollit në telekamerave. Për shembull, e nisa duke vlerësuar drejtorin e ri të policisë shtetit, zotin Hita, kur largoi policin nga akset e rrugëve dhe kërkoi që të përdorte teknologjinë. Rasti i kontrolleve me droneve apo sistemeve radar apo të kontrolleve të tjera, Shqipëria po kërkon të shkojë drejt një digitalizimi duke përdorur kontrollin e kamerave për Smart City, por dhe sidomos në veçanti për shkollat, duke vendosur kontrollin në shkolla, sepse aty ka pasur dhunë, probleme, shqetësime, dhe aty kur shkojmë tek fëmijët gjithë kemi një lloj ndjeshmërie. Por këto besoj nuk është se kanë rrezike për sa i përket dhënave personale, fytyrës etj. Besoj që do janë sisteme të cilat duhet të jenë në respekt me normat dhe rregullat e bashkëkohore. Besoj, as unë, ato janë sisteme që janë të lidhura në
në sistemet të brendshme, pra nuk mund të merren të dhënat kollaj nga persona jashtë atyre që administrojnë këtë sistem dhe për mua është gjë shumë e mirë. Kështu do të jenë kontroll dhe menaxhim të vetë strukturës arsimore, besoj, apo? Po, varet se kur strukturë do t'i menaxhoj, po sigurisht do jenë struktura shtetërore që do i menaxhoj. Përbëjnë këto investime shkelje të drejtave të njeriut dhe sa të rrezikojnë Në rastet kur përdoren, kur nuk përdoren jo. Tani, këto janë vëzhgime që bëhen nga shteti, s'janë vëzhgime private. Pra shteti, për hir të sigurisë publike, kemi cënimin e drejtës private, në thojza, kuptimi, sepse ti në vend publik mund t'jetë dikush me një dashura në diçka. Por këto janë dhëna që i mban shteti vetë. Dhe mendoj duke qenë se i mban shteti, nuk ka vend për panik. Tani, na ka ndodhur që folën për hakrimin, hakrimi është gjë tjetër. Pra duhen marrë masa vetë shteti, organet e administratës, ose personat që merren me rrugën e tyre dhënave, të rritet siguria. Por të kemi ne siguri, për shembull, lidhe me kamerat. Për shembull, ishte rasti i ngjarjes Rinase, për shembull, që s'kishte kamerë punonte, të ishin kamerat dhe do ishin identifikuar, të paktën personat edhe me masë, do thonë mund të afroheshin. Pra kamerat është siguri. Por kur një person nuk bën aktivitet palishëm, nuk ka pse me pas frikë nga kamerat, sepse nuk cënohet, pra synimi këtyre është rrugëtia dhe siguria publike, jo përdorimi këtyre për jetën private të personave. Jeta private është e shenjtë, çdo kush ka drejt. Në Greqi kishte qenë një rast për gjobat, që ju vu dikujt gjob para dhe u pa që ishte një person, ishte me një femër para dhe u kriju problem familje dhe u gjetë zgjidhje që të mos i shkojë më gjoba në shtëpi atij personit ose të venet gjoba nga mbrapa, pra nga mbrapa e mjetit. Domethënë tjetë për përdorim të brendshëm, pra policia ti ketë për përdorim të brendshëm, për ngjarje, pse jo të ketë sa operative, për shembull ndodh ngjarja e ke në filan vendesh. Policia ka pasur dhe ka kamera, ka ende kamera që funksionojnë, nuk besoj se keni parë ndonjë rast që kanë dalur dhëna nga to. Ka një projekt policia në komunitet dhe është për të përshëndetur fakti që her pas here punës shërbimi i policisë shkojnë dhe kanë kontakte në shkolla për të ndihmuar shumë sidomos me edukimin. A mendoni se kjo gjë mund të vlejë edhe për këtë informacion të kësaj teme që ne kemi, për të dhënë dhe një kulturë tek ajo gjenerata e re që po vjen? Ka dhe punonjës të krimit kibernetik që shkojnë në aktivitetin gjatë orëve që është përcaktuar në shkolla nga ana e policisë shtetit dhe shpjegojnë, por patjetër që ndoshta i vlen dhe kjo që themi, por shpjegojnë në rastet për fëmijët që janë në shkollë, përdorimin e rrjeteve sociale, rrezikshmëria që vjen ndaj tyre në moshën e tyre dhe sigurisht sipas evolimit teknologjisë dhe gjërave shpjegojmë edhe në temat e tjera. Pra aktualisht bëhet edhe kjo. Që policia ka me mira probleme sepse është normale një organizatë e madhe e cila vjen gjithmonë në evolim dhe përballet gjithmonë më tepër me figura të reja krimi, me problematika të cilat nuk janë më çështje kombëtare, po janë çështje ndërkombëtare sepse edhe krimi është ndërkombëtarizuar dhe madje krimi është bërë shumë më i fuqishëm se më parë për shkak dhe të financave dhe të lidhjeve dhe të posedimit të aktivitetit të tyre i cili fillon nga vendet e origjinës dhe në shumë vende të Bashkimit Evropian. Sigurisht që ardhja e drejtorit të ri ka ato ndikimet, por tendenca e drejtorit me atë çfarë lexohet në ambientet publike është vajtja drejt teknologjisë. Pra po shkohet drejt një teknologjie e cila kërkon që të rrisi edhe nivelin profesional të policisë së shtetit. A është dhe akademia e aftë të përgatisin gjenerat drejt kësaj që ne synojmë, se Shqipëria po shkon dhe po tenton drejt vendeve të Bashkimit Evropian. Atje sigurisht që duhet i përshtatet atyre niveleve dhe atyre kërkesave që kanë anëtarësimin për Bashkimin Evropian. Në fund jemi të emisionit, domethënë mbyllja e fundit të kësaj gjës. Po, patjetër që ka aftësi informuese dhe pedagogjike për këtë pjesë, por siç e thamë edhe një herë, teknologjia evoluon me hapa marramëndse, pra duhet të jesh në të njëjtin hap që evoluon dhe teknologjia për të u updateuar dhe mësuar të reja të fundit. Me që erdhëm në fund të emisionit, mesazhi i fundit për qytetarët shqiptarë lidhur me temën dhe problematikën që thamë. Mesazhi i fundit për qytetarët, kenë kujdes me dhënat personale. Qoftë mund t'i kërkojnë dhe foto personale, foto nudo, ka ndodhur që do të thonë cënojnë moralin, janë mashtruesa. Në lidhje me kërkimin e parave në telefon ose paguni gjobat,
Vetëm kemi dëgjuar që përmbaruesët gjyqësor të marrin një herë në telefon, janë këto private që të marrin në telefon që ke këtë detyrim dhe është ligjor, pra ke një detyrim. Me përjashtim që janë përmbaruesët ligjor, kështu gjyqësor që zbatojnë vendimet e detyrime, tjerët janë të gjithë palishëm. Asnjë organ shtetëror nuk të merr çoj mesazh që pagu këto gjoba. Pra të kenë kujdes nga mashtrimet, kujdes në transferimin e dhënave, kujdes me fotot, jo vetëm me parat, por edhe me fotot intime, me probleme se në telefon personi ka drejtë është jetë private, ma edhe foto intime të tjerë. Kujdes në transferimin të personët e tjerë, të panjohur, mos i çon sepse na ka ndodhur shpeshherë, domethënë nga praktika që janë dhëna private të cilët dalin në publik. Të jenë të kujdesshëm në dhënën, qoftë në numrin e kartës, qoftë të personave që i kërkojnë dhëna, qoftë se posta të çon një mesazh, hajde posta shqiptare ka 15 pika në Tiranë. E kanë postën më të afër, e kanë 500 metra. Shko, edhe mu më ndodhi merr një mesazh, vetë shkova te posta ta është fake. Shko postën më ka ardhur ky mesazh, shkon postën më të afër. Dhe unë gjeta një më të afër. Kështu që duhet marr masa të ruajnë të dhënat personale në maksimum. Qoftë jetës private, qoftë të anës ekonomike, sepse të rënojnë ekonomikisht, të mjësin borxhit, morin parë. Në rastet e konstatimit, duhet bëjnë denoncimet në stacionin më të afërt policor, komisariat apo kudo. Pra për krimin kibernetik mund t'i bëjnë në çdo stacion policor. Atëherë, të nderuar teleshikues, erdhëm në fund të emisionit Ana Policia, me mesazhet që dhanë dhe ekspertët e fushave. Kujdes me dhënat personale, mos komunikoni me personat panjohur dhe me link apo me e-mailet panjohura, dhe për çdo gjë drejtori i policisë shtetit, Alo Policia, e cila i ka kapacitetet edhe teknologjike, edhe burimet njerëzore, dhe është në gjendje sot të trajtojë probleme të cilat i vlen sigurisht tuaj. Por jo vetëm ju, por fëmijët tuaj rreth parë. Kujdes ndaj tyre sepse ajo është jeta jonë. Faleminderit për kohën në këto 60 minuta. Ne ndam panelin me Klodian Bilushi, është Ervin Karanja, të dy janë ekspert, të cilët vinë nga Policia e Shtetit dhe nga ish prokurori i krimeve të rënda, Karanja. Faleminderit zoti Klodian për kohën, për mundësinë dhe për profesionalizmin tuaj në zbërthimin e disa probleme të cilët vërtet kanë gjallë shqetësim publik. Faleminderit, natë e mirë, shihemi të prenën tjetër, ora 20 nga unë Fatin Softa.